Pas afro 2 muajsh nga vrasja e çiftit Mujeci në Balldret e Lezhës, kanë rënë në prangat e policisë Besnik Kolndreu, i akuzuar si i përfshirë në ekzekutimin e Kreshnik dhe Gentiana Mujecit në 26 prill. Kolndreu është arrestuar në Malin e Zi. Ai dyshohet se ka fshehur në banesën e tij automjetin e përdorur nga autorët në krim, edhe pse më herët ka pretenduar se nuk ka lidhje me ngjarjen. Kolndreu ishte shpallur në kërkim në zbatim të vendimit të gjykatës së Lezhës, e cila i kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se Besnik Kolndreu ka ndihmuar autorët e atentatit duke fshehur në banesën e tij automjetin e përdorur prej tyre pas ngjarjes. Makina u gjet dhe u sekuestrua nga agentët gjatë kontrolleve të kryera në zonë. Kreshnik dhe Gentiana Mujeci u ekzekutuan në 26 prill të këtij viti në Balldren. Autorët i zon prit makinës së tyre dhe qelluan me breshëri plumbash. Ngjarja rezultoi të kishte motiv hakmarrjen. Policia identifikoi 3 autorë të dyshuar: Renato Mhillaj, Adriano Mhillaj dhe Florin Mhillaj. Atentatori kryesor dyshohet se kreu krimin për të marrë hakun e babait të tij, për vrasjen e të cilit 10 vite më parë akuzohej Kreshnik Mujeci. Të 3 persona ndërkohë vijojnë të jenë në kërkim.